Profesori dhe njohësi i çështjeve politike Shref Ymiri, në një prononcim të dhënë për Bota Sot, ka folur për formulën më të mirë për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Profesor Dr. Ymiri ka treguar se me cilën parti vetëvendosje duhet të formojë qeverinë. Dikur e kam pas teksuar nëse lëvizja vetëvendosje nuk fiton shumicën për formimin e qeverisë, duhet të hyjë në aleancë vetëm me LDK-n, sepse normalisht ajo parti që është e para në përfundim të votave ka të drejtën të hyjë në koalicion me partitë të tjera për të pasur në kuvend 61 deputet. Aleanca me partitë e tjera opozitare nuk ka perspektivë për qeverisje të qëndrueshme, sepse ato janë parti në shërbim të Serbisë fashiste, vlerëson Ymiri. Ai thekson se Kujndit nuk i intereson absolutisht që vetëvendosje të drejtojë Republikën e Dardanisë. Kujndi është i interesuar për formimin e qeverisë nga partitë opozitare, të cilat vazhdojnë të ecin në shinat e tradhtisë që pa të shtuar kryetradhtari Thaçi me marionetat e tij, Isa Mustafën, me pikësynimin për ndarjen e Republikës së Dardanisë për interesat e Serbisë fashiste, thot ai. Tutje, profesori thekson se qytetarët kanë votuar në masë të vogël, duke i dhënë mundësi opozitës për të ardhur në pushtet. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, votuesit Dardan për shkak të marrëzisë që e ka pllakosur, ashtu edhe si dhe votuesit në Republikën e Shqipërisë londineze, u paraqitën në zgjedhje në masën 40%. Kjo pjesëmarrje kaq e ulët për fajin e tyre i krijon mundësi opozitës tradhtare të vijë në pushtet. Në këto kuste, populli Dardan le ta gëzojë dhe t'i pi lëngun pushtetit të opozitës, e cila ka për të kthyer Republikën e Dardanisë në koloni të Serbisë. Është e turpshme për ne shqiptarët në mbartrojet tona etnike që Republika e Dardanisë ende nuk e ka fituar plotësisht pavarësinë. Kryeministri Albin Kurti në bashkëpunim me presidenten Vjosa Osmani dhe kryetarin e kuvendit Glauk Konjufca bën ç'është e mundur për rivendosjen e sovranitetit në të gjithë territorin e Republikës së Dardanisë, duke zhdukur të gjitha strukturat paralele serbe në veriun e Mitrovicës, duke flakur dinarin nga qarkullimi monetar dhe duke u dhënë një mësim të mirë terroristëve serb gjatë provokacioneve të tyre në Banjsk. Por, çuditërisht, votuesit Dardan u shpërblyen me pjesëmarrje në zgjedhje në masën 40%, thot ai. Profesori Ymiri vlerëson se nuk ka asgjë për t'u habitur në këtë mes, sepse shqiptarët që nga lashtësia, pellazgo ilire dhe deri në ditët tona të keqen e kanë pasur dhe vazhdojnë ta kenë brenda vetes. Kanë qenë për hir varëmijës të vetvetes, çka i ka pas ardhur dhe i vjen shumë në osh blekoslavizmit.